Shkëndija elektrike la në qiell të hapur 15 anëtarët e familjes Buhaj në Postrip të Shkodrës, ndërsa indiferenca e pushtetit vendor ka bërë që prej disa javësh këto persona të jetojnë në mëshirë të fatit. Në mungesë të një banese, 4 familjet Buhaj janë të detyruar të flenë jashtë, pasi banesa e tyre u përpi nga flakët. Kjo situatë ka bërë që shërbimi social t'i vinë në ndihmë pjesëtarëve të këtyre familjeve me ushqime dhe veshmbathje, ndërsa drejtoresha e këtij shërbimi, Valbona Tula, i bëri thirrje pushtetit vendor të Postribës që t'i qëndroj pranë kësaj familje me një plan emergjent dhe efikas, ndërkohë nuk kurseu as kritikat ndaj neglizhencës që tregon në raste të tilla pushteti lokal. Sinqerisht ndjehem totalisht i zhgënjur që unë shoh këtë situatë dhe sot mbas kaq kohësh. Që do thotë qeverisja vendore që është do të jetë tepër e shqetësuar, u donte një angazhim më maksimal, sepse shërbimet sociale në qeverisjen vendore duhet të marrë një angazhim dhe me një platformë shumë efikase në kohën e duhur. Kjo lloj situatë është e patolerueshme. 15 anëtarët e kësaj familje kanë kaluar netët në një çadër të mundësuar nga prefektura. Shpresa e vetme për ta është një ndihmë që mund të riparojnë banesën, pasi në të kundërt ato do të vijojnë të qëndrojnë në çadër pasi nuk kanë të ardhura për të ndërhyrë vetë, të gjendur pa shtëpi, pa të ardhura dhe në kushte mjaft të mjerueshme. Familja Buhaj nuk po shikon ende një dritë jeshile që të ndryshojë realitetin në të cilin ndodhen aktualisht.